normale e cila komunikon me tjertë edhe bashkë qeverisë. Mundet me bo. Për shembull, në qoftë se i ka 61 deputet me minoritete edhe me zotin Rashiq, ekziston mundësia me kriju qeverin edhe në të njëjtën kohë me ja ofru... Nëse i fiton 53 vetëvendosja. Edhe me 52. Pse? Sepse kemi pas deputet të opozitës të cilët kanë marrë anë dhe kanë shku te AAK-ja më herët. A ju kujtohet? Që i kemi tash në kuvend. Që ata deputet në qoftë se Ramush Haradinaj propozohet për president, ata rrinë në sallë, edhe i ki 61, edhe 7 të AAK-s bojnë 68. Jam i bindur që prej PDK-s për Ramush Haradinaj rrinë 3 ose 4 deputet pa asnjë problem. 81 kanë mu bo. Kështu unë jam i bindur që ndodh kjo, qeveria mu bo vetëm nga lëvizja vetëvendosje. Po bindesh pak si lehtë. A dalje, pse? Jo lehtë, sepse Ramush Haradinaj e ka përkajnë edhe të disa deputetëve të PDK-s. Por unë kam problem... Ama na nuk kemi kandidatura një herë. Pse bindesh i lirë që nuk lëviz vetoni, se lëviz duhet, nuk... Kjo pa në kështu diçka qëndrimi ytë, pse s'lëvizin ata? Pse lëvizin ata? Demonizum si bashkëpunëtor